larguar. Avokati Ardian Bajraktari është në studio për diskutua lidhur me zhvillimet brenda Këshillit Prokuroral të Kosovës, ku sot në orët e pasdites kemi parë një mbledhje të jashtëzakonshme në cilën është miratuar kërkesa e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi, i cili paraprakisht kërkoi lirimin nga pozita e detyrës së kryeprokurorit të shtetit, dhe kjo vjen vetëm disa ditë pas vendimit të Gjykatës Supreme, e cila e konstatoi se shkarkimi i Besim Kelmendit nga kjo pozitë ishte arbitrare dhe e palegjshme. Për diskutuar se si duhet kuptuar të gjitha këto zhvillime, i diskutoj me avokatin Ardian Bajraktari. Atër, avokat, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se gjithë, faleminderit për ftesën. Atër, avokat, si duhet kuptuar fillimisht kërkesa e Besim Kelmendit për t'u liruar nga pozita ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit pas një vendimi nëse mos e themi fitimtar sa i përket pozitës së tij dhe kërkesës drejtuar Gjykatës Supreme? Fillimisht duhet thënë që vendimi i Këshillit Prokuroral të Kosovës për shkarkimin e tij nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit ishte qartazi i pabazuar në ligj dhe për rrjedhojësi të tilla konfirmoi edhe Gjykata Supreme, duke e konsideruar si arbitrar. Dhe sa i përket veprimeve të bepastajme me tekst veçantë kërkesës së zotit Kelmendi, në bindjen time ishte e pakuptim për faktin se është në shpërputhje me vetë deklarimet që i ka bërë ai në konferenca për media në raport me kërkesën për një vot më tepër në Këshillin Prokuroral të Kosovës të një grupi të caktuar, dhe kjo tashmë është shumë e shpërfaqur në kuadër të sistemit përkatësisë të Këshillit Prokuroral, që ka ndarje, ka tabore të njërit përkatësisht tjetrit, dhe vendimi i tij ishte i papritshëm, ndonse çështjet për cilat natyrisht është ngritur aludime për përfshirjen përkatësisht për çështjen e masakrës së Reçakut të ngjashme, natyrisht që janë çështje të ndijshme, jashtëzakonisht të ndijshme. Prandaj besoj që kjo mund të jetë njëra prej arsyeve kryesore që ka shtyr zotin Kelmendi në drejtim të paraqitjes së kërkesës. Në mesin e kërkesës, avokat ka thënë se konsideron që kjo kërkesa e tij për lirim nga pozita do t'i kontribuoj funksionimit normal të sistemit prokurorial. Konsideron që mund shkojë në këtë formë tani zhvillimet brenda KPK-s pas kësaj kërkese dhe këtij vendimi? Momentumi që është paraqitur kërkesa lë hapësirë për me dyshu, për faktin se siç dihet tashmë jemi afërsisht drejt fundit të këtij viti, dhe sipas dispozitave respektive të ligjit për Këshillin Prokuroral, përkatësisht dispozitave kalimtare, nga janari i vitit të ardhshëm do të ketë një përbërje ndryshe pjesët dërmuese të anëtarëve të Këshillit Prokuroral aktualisht, që janë pjesë e sistemit prokuroral, do t'ju përfundojë mandati dhe rrjedhimisht do të ketë një përbërje të re Këshilli Prokuroral, me shpresë që nga janari e tuti do të kemi një këshill më transparent, më llogaridhënës, më të fokusuar në drejtim të përmbushjes së detyrave dhe përgjegjësive që ka me kushtetutë dhe ligj, e asesi veprime cilat me tekst veçantë muajve të fundit ose muajin e fundit i kemi parë, sepse vërtet kanë qenë dhe i kanë lënë një hije jashtëzakonisht të keqe edhe Këshillit Prokuroral para së gjithë, por edhe sistemit prokuroral, sepse janë diskutuar çështje të cilat natyrisht që mes të taboreve, mes të grupeve të ndryshme, cilat në bindjen time ka pas tentativa për ta penguar procesin e reformimit të këtij këshilli, e fakti që një reformë e tillë natyrisht që në bindjen time ka qenë e vonuar, mirë, po megjithatë më mirë vonë se sa fare, prandaj gjitha këto lënë hapësira për me dyshu se pse në këtë fazë, kur prapë po them, edhe çështja ditësh ka pas kur do të kishte një ndryshim esencial të përbërjes së Këshillit Prokuroral, një ballancim të anëtarëve të Këshillit nga sistemi prokuroral dhe nga jashtë, gjë të cilën natyrisht që e ka kërkuar edhe raportet e ndryshme, qoftë organizatave vendore, qoftë organizatave ndërkombëtare, dhe për rrjedhoj e ka konfirmuar edhe Komisioni i Venecias, sepse një përbërje që parashihet me ligjin e ri është në funksion të ngritjes së llogaridhënies, gjë të cila në bindjen time i ka munguar në masë konsiderueshme Këshillit Prokuroral. Po, dhe avokat sonorët e bazitës para se të flasim për këtë reformën dhe idenë e këtyre përplasjeve dhe tensionet cilat u përfaqen gjithë nëse mund themi ata që njohin sistemin prokurorial, po thonë që po ndodh përplasja për shkak të reformës. Dua të diskutoj fillimisht për vendimin e sotëm. KPK ka pasur në orët e pasdites një mbledhje të jashtëzakonshme, cilën e ka aprovuar me një lirimin e Kelmendit dhe ka emëruar në vend të tij Agron Çale. Megjithatë ne e dim paraprakisht që KPK-ja nuk u deklaruar në
nëse do ta zbatonte vendimin e Supremës. Si duhet parë, prej cilit kanë duhet parë gjitha këto zhvillime brenda KPK-s? Kjo është në vazhdën e vendimeve dhe veprimeve të cilat, si që thash, në javët e fundit kanë qenë diçka që kanë karakterizuar në vazhdimsi mbledhjet, tentim mbledhjet e jashtëzakonshme, edhe në rrjedhë të kësaj e shoh edhe këtë mbledhje. Natyrisht që me sa pam ishte në rregull për nga korumi, për faktin se me sa u pa ishin 6 antarë, që ka natyrisht që nënkupton që është në rregull me korumin. Dhe përrjedhoi natyrisht që kërkesa për t'u liruar nga detyra ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit, në bindjen time Këshilli në rastin konkret ka vepruar konform rrethanave, sepse në instancë e fundit nuk mund ta detyroj askënd që të vazhdoj me qëndru në një pozitë sipas asaj që ai e ka vlerësuar, nuk do doj me qëndru më. Pra po thëmë deri të kërkesa, domethënë është e diskutueshme se si ka ardhur, mirë po me rastin e marrjes së vendimit përkithazi me lirimin nga detyra dhe caktimin e një personi tjetër, vlerësoj që ka vepruar konform rrethanave dhe sipas autorizimeve të tij. Është për fat të keq me ricaktu prap dikush ushtrues detyre për faktin se siç dihet ka vite që Këshilli Prokurorial nuk ka arrin me menaxhu mirëfillin i proces sipas të cilit natyrisht që do të dilte një person me meritokraci për t'u emëruar në pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Po flasim për një pozitë jashtëzakonisht të rëndësishme në bindjen time jo vetëm në sistemin e drejtësisë, mirë po është njëra prej pozitave jashtëzakonisht të rëndësishme edhe në nivel të sistemit të përgjithshëm të institucioneve, prandaj është në vazhdën e dështimeve në vazhdimsi që kemi pa nga ana e Këshillit Prokurorial që nuk ka arrit me menaxhu si duhet këtë proces. Po, dhe avokat konsideroni që mungesa një kryeprokurori për kaq shumë vite ndoshta edhe ka cenuar pak punën e këtij institucioni ose të paktën nuk ka arritur të tregoj performancë të lartë, sepse e dim që pozitat me ushtrues detyre nuk mund të kenë performancë njëjtë si dikush që ka autoritet dhe funksionalitet tamam të pozitës që e ka, apo jo? Natyrisht, ushtruesi i detyrës si rregull është person i caktuar ato përkohësisht, është i mandatuar për mi kry disa detyra dhe përgjegjësi të cilat natyrisht që janë të domosdoshme për aq kohë sa të kryhet procesi i rekrutimit të rregullt të pozitës, por për fat të keq si gjithçka ose si shumë çka që është bërë tek ne përjashtimi është bërë rregull edhe kjo në rrethana të rastit konkret, për fat të keq po vazhdon me u shndru kushtimisht me thonë në rregull, në normë që pozitat të vazhdojnë me muaj, me vite të tëra që të jenë me ushtrues detyre që në bindjen time është jashtëzakonisht e pakuptim dhe si e tillë natyrisht që e cenon në masë të konsiderueshme edhe integritetin e vetë pozitës, aq më tepër kur kihet parasysh fakti se siç e përmenda kemi të bëjmë me një pozitë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe në instancë fundit është institucion prokurori i shtetit, pozita e kryeprokurorit të shtetit është institucion shumë i rëndësishëm në sistemin tonë, prandaj vlerësoj që është dështim para së gjithash i Këshillit Prokurorial, por në këtë mes nuk është që nuk ka dorë edhe institucioni i presidentit, se siç dihet me muaj të tëra ka mbajtur në sirtaret e saj dhe nuk ka arrit as me dekretu edhe pas një periudhe të relativisht të gjatë kohore ka kthy tek Këshilli Prokurorial. Po, dhe ky vendim konsideroni që mund ta ketë politizuar ose të ketë dhënë pasqyrë të politizimit KPK-s, kjo ideja edhe pastaj edhe kritikave të mëdha që qeveritarët, zyrtarët e qeverisë i kanë pasur në drejtim të KPK-s? Vlerësoj që në bazën e asaj që kemi pa me tepër ka, domethënë, grupacione brenda sistemit prokurorial që përpiqen me ndërmarrë veprime të cilat në një formë ose tjetër mund t'i pengoj procesi i jetësimit ose fillimit të zbatimit të reformave. E kjo natyrisht që besoj dhe shpresoj që mund të ketë tentativa, mirë po në instancë e fundit nuk mund të ndalet, sepse në instancë e fundit po flasim edhe për çështje ditësh ku një pjesë e bukur të madhe siç e përmendën të anëtarëve të Këshillit Prokurorial do t'ju përfundojë mandati dhe rrjedhërisht. A dihen qartë cilët janë anëtarët që do t'ju përfundojë mandati, janë këta që po vazhdojnë qëndrojnë edhe të kenë vendimmarrje të tilla apo ata që po refuzojnë të marrin pjesë në këto mbledhje? Pjesa dërmuese e këtyre që kanë qëndruar në Këshill, domethënë do të ju përfundon mandati, ndërsa prej atyre që kanë refuzuar të marrin pjesë në
mbledhjet e Këshillit, me sa di është se paku njeri që i përfundon mandatin janar, ndërsa 2 përkatësisht deri sot kanë qenë 3, ndërsa sot do pa që njeri prej tyre ishte në mbledhje, 2 të tjerë do të vazhdojnë me qëndruan e detyrë sipas akteve përkatëse të emërimit përkatëse të zgjedhjeve të tyre. Po, avokate përmendi që grupet e interesit brenda KPK-s, a dominuan këto grupet e interesit prej persona caktuar prej politikës, apo si sqarohet e gjithë kjo përplasja brenda KPK-s, edhe e përmendi që nuk është e rastishme kjo ideja që vetëm tani në fund vitit po shohim këto përplasje kur vetë se po i ofrohen reformës apo ishin të dukshme edhe më herët para ata që ndoshta e përcjellin më shumë sistemin prokurorial. Me sa mund të vrejmë nga pozita me të qenurit jashtë sistemit, më tepër ka tendenca përplasje interesash brenda për brenda të qoftë grupeve, qoftë individeve për brenda sistemit, një pjesë e cilit natyrisht që dëshirojnë të vazhdojnë para ca është mundur kjo situatë, që në bindjen time nuk është që është e favorshme edhe për Këshillin, por mos të harrojmë faktin që kur flasim për Këshillin, po flasim për sistemin prokurorial, sepse para se gjithash Këshilli prokurorial është përgjegjës edhe për rekrutim, edhe për disiplinim, edhe për llogaridhënie të komplet prokurorëve. Prandaj nga ajo që shihet më tepër ka tendenca të grupacioneve brenda për brenda sistemit prokurorial, e pastaj natyrisht që këto situata natyrisht për fat të keq përpiqet të shfrytëzoj edhe politika, që nuk është që, domethënë, është indiferente në tentativë për të përfituar çfarë do forme, mirë po mbi të gjitha dhe në radhë të parë vlerësoj që janë tentativa të grupeve brenda për brenda sistemit, qoftë Këshillit, qoftë edhe brenda sistemit prokurorial, që përpiqen që qoftë i mbajnë privilegjet, beneficionet e gjitha këto, qoftë të tjerët të cilët mbasi edhe mund të tentojnë të marrin pozita ose të ngjashme. Po, dhe avokat ka një kohë të gjatë, ka shumë vite që mbajnë të njëjtët atar pozita të njëjta, apo jo. Ishte Komisioni Venecia Sicilia kishte konsideruar si korporatiste këtë përbërje, pse? Dhe si ndryshon tani kjo përbërje? Duket është në 7 antar, apo jo? Pse është dallimi, cili është dallimi mes 13 dhe 7 antarëve? Fillimisht, përbërja e Këshillit prokurorial ka qenë në shpërputhje me parametrat dhe standardet ndërkombëtare, për faktin se pjesa dërmuese e antarëve të Këshillit prokurorial ka qenë nga brenda për brenda sistemit, gjë që natyrisht që e ka bërë shumë jo relevant prezencën e antarëve të jashtëm, përfshirë përfaqësuesin e shoqërisë civile, profesor fakulteti, edhe përfaqësuesin nga oda e avokatëve, i cili ky fundit thuajse ka disa vite që nuk ka qenë antar për shkak të edhe konfliktit interesit që e ka konfirmuar së fundmi edhe Agjencia për Parandalim të Korrupsionit e kështu. Prandaj është ndashur të ndryshohet përbërja e Këshillit dhe rrjedhimisht të ulet edhe numri i antarëve të Këshillit vizavi numrit të antarëve të prokurorëve në përgjithësi, mirë po mbi të gjitha dhe në radhë të parë të bëhet një balancim i antarëve prokurorë dhe antarëve jo prokurorë, në mënyrë që kjo përbërje të jetë në harmoni me standardet, gjë që e ka konfirmuar Komisioni Venecias. Vlen theksohet fakti që përbërja e tillë deri tash në bindjen time ka dështuar edhe në drejtim të përmbushjes së detyrave dhe përgjegjësive kryesore, jo vetëm që ka dështuar në drejtim të realizimit ose plotësimit të institucionit të konkursit në pajtim me ligjin dhe aspektin e meritokracisë për sa i përket çështjes së zgjedhjes së kryeprokurorit, mirë po edhe sa i përket çështjes së disiplinimit, çështjes së llogaridhënies, sepse pa ta fituar përshtypjen që një pjesë jo e vogël e antarëve të Këshillit më tepër e kuptojnë të qenurit si antarë ndonjë organi sindikal se sa një mekanizëm që duhet me disiplinu, duhet me shqiptu masa disiplinore në raport me gjithë ata të cilët natyrisht që nuk përfumbojnë dhe bëjnë shkelje e ligji. Le të mos harrojmë faktin që gjykata kushtetuese në një rast së paku ka konfirmuar që se rezultati mos ndërmarrjes së veprimeve nga ana e institucionit të prokurorit shtetit dikush ka humbur jetën, ndërsa Këshilli prokurorial
prokurali ka shqiptu një dënim duket ullje pagë ose diçka të ngjashme që ka qenë në bindjen time në shpërputhje jashtëzakonisht të madhe në raport me mosveprimet që është dashur me i marrë institucioni përkatësisht prokurori i çështjes në fjalë. Prandaj gjitha këto kanë qenë rrethana të nevojshme të domosdoshme që të adresohen është arrit me u konfirmu pas disa insistimeve që kjo përbërje e re e parapame në ligj për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Këshillin Prokurorial, e cila do të fillon të zbatohet nga janari i këtij viti, është në pajtim me standardet dhe do të kemi ulje të numrit nga 13 sa ka qenë aktualisht, do të jenë 4 antarë, prej të cilëve kryeprokurori i shtetit do të jetë ex officio sipas detyrës zyrtare antar, 3 do të zgjidhen nga sistemi prokurorial dhe 3 të tjerë zgjidhen nga Kuvendi i Kosovës. Vlen theksohet fakti që Komisioni i Venecias ka rekomandu edhe pastaj natyrisht janë bërë përpjekje në bindjen time në mas të konsiderueshme për mu adresu që sistemi përkatësisht politika sa më pak që tjetë e mundur të ketë mundësi për me ndiku në procesin e përgjedhjes, ku natyrisht që përbërja e komisionit i cili në instancë e fundit i rekomandon deputetëve antarët nga jashtë që duhet më votu prej Kuvendit, është një përbërje bukur profesionale dhe e pavarur që në rast se kemi zbatim të mirëfillt të dispozitave të ligjit, antarët jo prokurorë të Këshillit vlerësoj që do të mund të shkojnë persona mbi të gjitha me integritet dhe të cilët natyrisht që do të ushtrojnë detyrën dhe përgjegjësinë e tyre konform asaj që në fakt janë të mandatuar, ndryshe nga që kemi pa deri më tash. Po, dhe avokat a ka përfunduar përgjegjësia e tyre apo duhet ta bëj mando Kuvendi jashtëm që zgjidhet pas kësaj datës dhjetore që e kemi? Me sa di, së paku 2 antarë nga radha e jo prokurorëve kanë mandat edhe 3 ose më tepër vite, është përfaqësuesi nga shoqëria civile edhe profesori i universitetit, ndërsa duke qenë se pas procesit të përgjedhjes, antari nga radha e odës së avokatëve përkatësisht avokati, pas opinionit të komisionit të këtë agjencisë për parandalim të korrupsionit, ku është vlerësuar që është në rrethana të konfliktit të interesit, i njëjti ka dhënë ndërheqje, prandaj vlerësoj që një antar nga radha e jo prokurorëve duhet me zgjedh Kuvendi pas themelimit të tij, ndërsa të tjerët janë aktualisht. Shto faktin këtu që në javët të fundit ka pas edhe një proces përgjedhje nga ana e prokurorëve, ku 70 ca prokurorë, domethënë në një proces sipas monitoruesve edhe të organizatave të shoqërisë civile që kanë monitoruar edhe mekanizmave ndërkombëtare, është vlerësuar si proces në rregull. Në instancë e fundit edhe ankesat kundër kandidatëve, domethënë Këshilli Prokurorial i ka hudhur si të papranueshme, por që në bindjen time e pashpjegueshme ka qenë se si nuk ka arrit me miratu një raport, pavarësisht që në bindjen time esenca e miratimit të raportit nuk nënkupton domosdoshmërisht që e njëjti duhet mu konsideru i pazgjedhur për faktin se procesi zgjedhor ka përfunduar dhe rrjedhimisht, siç e thash, 70 ca prokurorë kanë votuar për një kandidate përkatësisht për një prokuror nga Prokuroria Themelore e Prishtinës për të zgjedhur antar e Këshillit Prokurorial që fillon mandatin nga janari i vitit. Po, dhe çka do të duhet tani avokat ndodh pasi që nuk ka kaluar kjo, duket ishte për shkak të edhe vendimit të Besim Kelmandit që nuk kaloi, ishte arsye brenda KPK-s që nuk kaloi. A do duhet tani të kthej vendimarrja brenda KPK-s dhe të kalonte kjo çështje e këtij raportit të kësaj prokurores antare të zgjedhur brenda KPK-s? Në bindjen time, antarja e zgjedhur prej 70 ca prokurorëve është antarja e Këshillit Prokurorial të Kosovës, e cila fillon mandatin me rastin e fillimit të mandatit të ri, për faktin se siç e përmenda, e para është refuzuar ankesa e kundër kandidatët që veç e konfirmon që procesi ka qenë i lehtëshëm dhe për më tepër miratimi i raportit nuk duhet me u kuptu si faktor determinues, sepse në instancë e fundit ai më tepër ka aspekt formal, ku sipas ligjit pas përfundimit të procesit kryetari i komisionit e njofton Këshillin për ecurinë e procesit, prandaj mos miratimi i këtij raporti nënkupton që ka është pasojë e këtyre përplasjeve të grupacioneve, mirë po
në instancë fundit në bindjen time ajo është antare e Këshillit Prokuror. Nuk din se ka ndërmarrë veprime të më pastaj me ligjore në drejtim të adresimit të kësaj çështje në Megjithatë, avokat, për këtë rast pikërisht u ngritën akuza dhe dyshime për ndikime, favorizime për zgjedhjen e kësaj antare të KPK-s. Tani si duhet të kuptohet kur vetë prokurorët flasin për ndikime, favorizime për zgjedhjen e një antari? Çka duhet presin qytetarët nga hetimi edhe nga ky sistem prokurorial? Absolutisht, thash me këto veprime e kanë dëmtuar të masë integritetin e institucionit të prokurorit të shtetit, por shpresoj që nga janari e tutje do të ketë mundësi që të ketë rikuperim të këtyre veprimeve, sepse vërtet qasja, sjellja, vendimet edhe veprimet kanë qenë në funksion të uljes së tej mase të besimit të publikut në këtë institucion tepër të rëndësishëm të shtetit. Po, të avokat si po e përmbyllin vitin në sistemin e drejtësisë, sidomos, ku keni parë më shumë që ka pasur rezultate, kemi parë mjaftueshëm luftë kundër korrupsionit, sepse raportet ndërkombëtare, sidomos ky progresi që ka gjetur shumë probleme, sidomos e përmendë edhe rekrutimi i prokurorëve, gjithashtu luftimi i korrupsionit, pavarësia gjyqësore që thotë se mbetet e breshtë, pra ka pasur disa probleme të cilat vazhdimsi po e përcjellin sistemin vetë pas viti, apo jo? Le të fillojmë me aspekte pozitive sipas bindjes time. Dy kanë qenë fusha ku ka pas progres. Në bindjen time drejtësia administrative ka qenë jashtëzakonisht efektive dhe në këtë drejtim natyrisht që edhe gjykata supreme ka luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe kjo është për tu përshëndetur, për tu duartrokitur për faktin se nënkupton që ligji i ri për konflikt administrativ vetëm ka filluar me dhënë efektet e tij. Ndërsa po ashtu edhe sa i përket çështjes së krimeve të luftës, pavarësisht faktit që ka kaluar një periudhë relativisht të gjatë kohore, kemi pasur një intensitet të shtuar të hetimeve edhe të ngritjes së aktakuzave, mirë po edhe të proceseve gjyqësore që në instancë fundit disa prej cilave edhe kanë marrë epilog, pavarësisht që është në mungesë, megjithatë është një satisfaksion sado i vogël për palët të dëmtuara në raport me drejtësinë. Sfidë mbetet natyrisht çështja e lokalizimit dhe vënies së të dënuarve prapa grilave në drejtim të vojtjes së dënimit, ndërsa në fushat e tjera vlerësoj që lufta kundër korrupsionit akoma lën për me dëshiruar dhe në këtë drejtim duhet me përmend faktin që Gjykata Supreme përmes një vendimi e ka në bindjen time ka vepruar në shpërputhje me vetë autorizimet për faktin se e ka dekriminalizuar çështjen e deklarimit të pasurisë, që në fakt është në shpërputhje me vetë dispozitat e ligjit, madje kemi pasur edhe disa prej vetë anëtarëve të kësaj gjykate që e kanë konfirmuar që duhet me vepruar ndryshe. Sa i përket çështjes së sistemit politik dihet, ajo domethënë që në bindjen time ka pas dështim total të vitit që po e përmbyllim. Lufta kundër korrupsionit natyrisht që është shoqëruar me disa raste, siç është rasti i rezervave shtetërore e të ngjashme, që në bindjen time sistemi gjyqësor dhe prokurorial është shoqëruar me sfida jashtëzakonisht të mëdha në drejtim të mungesës së vullnetit, jo vetëm mungesës së vullnetit të aspektit politik për të ndihmuar sistemit gjyqësor dhe prokurorial për të adresuar këtë çështje, mirë po kemi pasur në vazhdimsi edhe sabotime, pastaj edhe mos përgjigje në raport me thirrjet për të dëshmuar, përfshirë edhe sulme dhe etiketime të cilat natyrisht që për fat të keq që kanë qenë diçka e rëndomt në pjesën dërmuese të vitit, aq më tepër kur kemi pasur qoftë raste të natyrës të korrupsionit të nivelit të lartë. Prandaj për ta rikapitulu, dy fusha, siç e përmenda, administrative edhe fusha e krimeve të luftës ka pas sukses, ndërsa lufta kundër korrupsionit në bindjen time la hapësirë për me dëshiru për më tepër në vitet e Dhe ku janë problemet e lufta kundër korrupsionit tani? Hezitimi i prokurorëve, guximi i tyre për të tetuar sidomos rastet e mëdha apo mungesa e bazës ligjore të mjaftueshme nuk është sqaruar sa duhet, apo ku është problemi me këtë luftën kundër korrupsionit, sepse është çështja kryesore kur Kosovës i kërkohet në integrimet evropiane për ta përmbushur, apo jo? Në bindjen time procesi është bukur kompleks. Në rast se shohim veprimet që ndërmerren nga ana e institucionit prokurorit të shtetit me theks veçantë për kategori të tilla të veprave penale,
fitohet përshtypja që ndërmerren kryesisht veprime të natyrës administrative në drejtim të dokumenteve, letrave dhe nuk shkohet përtej në drejtim të bindjes fillimisht tyre, pastaj natyrisht edhe përmes provave dhe dëshmive konkrete për ta argumentuar sa më mirë para gjykatës një akt akuzë. Dhe kjo avokat ndodh për shkak mungesës përvojës apo çka? Spreashtohet mundësia dhe mungesa e përvojës, mirë po, kur kemi parasysh faktin që një numër bukur i madh i përqindjes se akt akuzave me theks veçantë të kategorive të veprave penale që ndalidhen me korrupsionin nuk arrin me u argumentu atëherë, mbase mund të lindin dyshime edhe përtej kësaj, sepse pse në kategoritë të tjera po ka sukses, ndërsa të kjo jo, pastaj natyrisht që është edhe mungesa e vullnetit, siç e thash, mungesa e vullnetit politik në drejtim të mbështetjes së institucioneve, filluan nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit që tashmë ka një mandat jashtëzakonisht të rëndësishëm. Ne kemi qenë dëshmitar në vazhdimësi me theks veçantë të këtij viti se si sinjalizuesit, të cilët natyrisht që kanë rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në drejtim të adresimit të shkeljeve të fenomeneve të abuzimit me para publike të ngjashme, janë maltretuar, ka pas raste kur ka pas edhe veprime të cilat shkojnë në dëm të tyre që natyrisht që i dekurajon edhe zyrtarët e tjerë të ndërgjegjshëm, cilët si rezultati punës së tyre hasin ndonjë shkelje në mënyrë që ta adresojnë. E gjitha këto, çdo njëra prej tyre. Ka mbrojtje ligjore për sinjalizuesit, por në realitet nuk mbrohen, apo jo, por vetëm kushtohen. Natyrisht që ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve është jashtëzakonisht i avancuar, madje në raport me veprimet që bëhen ndaj tyre është edhe vepra veçantë penale, hakmarrje ndaj sinjalizuesve, më duket, mëse mbaj mend në 388 i Kodit Penal, në mënyrë eksplicite i inkriminon gjithë ata që ndërmarrin veprime hakmarrëse në raport me sinjalizuesit, që nënkupton që ka dispozita mjaft avancuese që ju përcaktojnë dhe ju garantojnë mjaft hapësirë, mirë po për fat të keq si pjesa dërmuese e ligjeve të cilat natyrisht janë të mira të shkruara në letër, mirë po që në instancë fundit për sa i përket zbatimit akoma vazhdon me qenë çështje sfiduese. Po, dhe avokate kemi parë që sidomos këtë vit kanë dominuar këto kritika dhe përplasjet mes qeverisë dhe kryesisht sistemit prokurorial, KPK-s, por jo në anë tjetër edhe me Këshillin Gjyqësor ose vetë gjykatat. Si sqarohet pse pam një përplasje më theksuar me Këshillin Prokurorial dhe mes qeveritarëve? Çka treguan gjitha këto tensione që i pam edhe këto refuzimet e zyrtarëve të qeverisë për dhënë deklarata, për dhënë dëshmi kur është kërkuar nga prokurorët? Pjesa dërmuese e kritikave dhe si me thonë, sulmeve kanë qenë ndaj sistemit prokurorial, mirë po në instancë fundit ka pas edhe ndaj sistemit gjyqësor, madje edhe ka pas raste kur janë përmendë edhe emrat e përvetshëm të gjyqtarëve, dhe nga kjo nuk ka qenë i mund as vetë gjykata kushtetuese dhe gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Që ne bindimi është jashtëzakonisht përkeqardhje dhe sa më parë që të kuptohet kjo qasje, duhet me u ndalë, duhet me reflektu, duhet me kuptu që disa institucione, siç janë institucionet e sigurisë, institucionet e drejtësisë, nuk duhet me qenë pjesë e politikave editore të askujt, ata duhet mbështetur, duhet inkurajuar, duhet që të mbështeten me mjete buxhetore në drejtim të shtimit të kapaciteteve, sepse vetëm kështu mund të arrijmë të i bëjmë ballë sfidave dhe vështirësive, edhe sa i përket luftës kundër korrupsion, mirë po edhe fushave të tjera, dhe po shpresoj që më në fund, mbase edhe ditët e fundit kemi një diskurs pak më normal në bindjen time edhe sa i përket rrjedhës së fushatës, dhe kjo është një sinjal i mirë që në instancë fundit kemi një reflektim në drejtim të ndaljes së sulmeve, qoftë në drejtim të mediave, qoftë në drejtim të institucioneve të drejtësisë, sepse nuk janë që shkojnë në funksion të mbigjetha sundimit të ligjit, mbigjetha krijimit të një klime të përshtatshme që çdo njeri ta kryejë punën dhe detyrën për çka natyrisht që është i mandatuar. Po, dhe avokat kret të gjitha këto zhvillime tani a kanë ulë besimin e shtetëtarëve dhe publikut në institucionet e drejtësisë, cilat janë pritje e shtetëtarëve sot prej vendimeve të gjykatave dhe hetimit lëndëve që i bëjnë këto institucione? Pritshmëria e publikut në raport me drejtësinë natyrisht që është në nivel jo të kënaqshëm, dhe kjo natyrisht që para së gjithash besoj që vetë institucionet e drejtësisë në masë konsiderueshme duhet i kontribuojnë rritjes së këtij besimi përmes shtimit të intensitetit të punës, përmes trajtimit të qytetarëve të barabartë para ligjit, por njëkohësisht edhe përmes adresimit të llogaridhënies brenda sistemit, forcimit të mekanizmave
siç janë edhe të disciplinimit, por edhe të vlerësimit të performancës në drejtim të orientimit në mas të konsiderueshme ka vlerësimi kualitativ i performancës, sepse në esencë e fundit në bindjen time deri tash kryesisht fokusi ka qenë në drejtim të vlerësimit kuantitativ, aspektit sasior të sa lanë kryen, ndërsa më pak është kushtu aspektit cilësor, por natyrisht edhe me një politik më të favorshme në drejtim të mbështetjes me mjete buxhetore mbi gjitha të sistemit gjyqësor dhe prokurorial, me shtimin e numrit të qoftë të gjyqtarëve, qoftë të prokurorëve, por edhe stafit tjetër mbështetës, do të rritej performanca dhe në instancë e fundit gradualisht kjo të shkon edhe në rritjen e besimit të publikut në drejtësi. Po, atër avokat, ju falenderoj që ishi sot të me ne. Kënaqësi, faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë.